SBA fut në Hormuz luftaniet ushtarake për kontroll e minash. Dy anije luftarake amerikane, USS Frank Patterson dhe USS Michael Murphy, kanë kaluar ngushticën e Hormuzit në një operacion të ndjeshëm për kontrollin e minave në Nujore, duke rritur ndjeshëm tensionet me Iranin në kulmin e negociatave. Sipas raportimeve ndërkombëtare, dy luftaniet kanë hyrë në këtë korridor strategjik për të skanuar dhe regjistruar praninë e minave detare, si dhe për të krijuar një hartë të rrezikut në zonë. Ky është kalimi i parë i tillë që nga nisja e konfliktit dhe konsiderohet si një test i drejt për drejt ndaj kontrollit që pretendon Teherani mbi këtë rrugë etike për tregtinë globale të naftës. Operacioni është monitoruar nga afër dhe sipas burimeve janë përdorur mjete të avancuara për zbulimin e minave në Nujore dhe identifikimin e korridoreve të sigurta për lundrim në një përpjekje për të hapur rrugën për trafikun detar ndërkombëtar. Nga ana tjetër, reagimi i Iranit ka qenë i menjëhershëm dhe i ashpër. Autoritetet iraniane kanë paremëruar se çdo anije ushtarake amerikane që hyn në Hormuz mund të konsiderohet objektiv legjitim dhe të goditet duke rritur rrezikun për një përplasje direkte. Ky zhvillim vjen në një moment delikat ku në Pakistan po zhvilloheshin bisedime mes Shtetit të Bashkuara dhe Iranit për uljen e tensioneve, por veprimet në terren tregojnë një realitet tjetër, ndërsa në tavolinë diskutohet për paqe, në det po zhvillohet një përballje rrezikshme ushtarake.